Përshëndetje, mirë se vini në konferencën e të hënës me gazetarët. Patëm një ndryshim orari për shkak të prezantimit të koalicionit dhe me që nuk arritëm do të merrnim pyetje, do t'i kaloj fjalën kryetarit Sali Berisha dhe më pas do të marrim pyetje. Fjala për ju, doktor. Mirdita, çfarëdo që të them sot nuk mund të mos jetë kushtuar arritjes kryesore të Partisë Demokratike, koalicionit saj me përfaqësuesit e 1/3 e 26%, falni më saktë, e 26% sipas të gjitha librave elektoral të elektoratit shqiptar. Ky koalicion, kjo aleancë me forcat politike që zbashku përfaqësojnë minimumi 26% të elektoratit shqiptar, po herëherë edhe 30%, është një garanci madhore e shpëtimit të Shqipërisë me 11 maj dhe hapjes së epokës apo kohës së Shqipërisë madhështore. Edi Rama ka bërë përpjekje të dënueshme, të jashtëzakonshme për të sabotuar këtë koalicion që e të merron. Por ky koalicion sot është realitet dhe mund të quhet me sinonim tjetër koalicioni i fitores. Por meqense objektivi më madhor i këtij koalicioni është Shqipëria madhështore, atëherë u vendos të quaj Aleanca për Shqipërinë madhështore, e Partisë Demokratike për Shqipërinë madhështore. Në paraqitjen time në momentin e shpalljes këtij koalicioni rrjedhtova disa faktorë të cilët janë real dhe të padiskutueshëm. Por këtu do ndalem dhe në një faktor tjetër. Arkitekti, kryestrategu, bashkë kryestrategu i fitores më të madhe i rikthimit më vendimtar në historinë e njerëzimit të Donald Trump, edhe ai përbën në vetvete Chrysler Civita një forcë majeure, një forcë madhore në fitoren e ardhshme të këtij koalicioni. Edi Rama sot i tmerruar nga këto zhvillime ka ironizuar dhe atakuar pikërisht këtë moment me të cilin ai ndjehet i pashpres. Nuk jam marrë kurrë me kompanit konsulente që ai ka kontraktuar, se nuk është normale. Kurse ai ka këto ditë merret natyrisht sepse kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan Chrysler Civita e quajti Edi Ramën siç është kukulla e George Soros. Tani, Edi Rama në vend se të merret
me patronën e tij dhe kukull siç është vetë, merret me njeriu që i tha të vërtet në sy. Dhe këto janë zgjidhjet e tij, e njeriu të pashpresë në këtë garë, e njeriu që në përzgjedhjen e kandidaturave dëshmoj zero transparencë, e njeriu që shumëzoi me zero në përzgjedhjen e kandidaturave të gjitha strukturat e partisë tij, antarësinë, komitetet e partisë dhe forumet e tjera. Pra, përdori praktikat më obskure në nxjerrjen e kandidatëve, por kjo nuk pritej ndryshe. Faleminderit, jam i hapur për çdo pyetje. Mundësisht kushtuar kësaj dite shumë të veçantë, ditës koalicionit dhe koalicionit. Zoti Berisha, Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar sot la të kuptohet që mund edhe mos të jetë në listën e kandidatëve për deputet. E bën më të fortë apo më të lehtë luftën e koalicionit tuaj në 11 maj? Do jetë apo s'do jetë në listën e kandidatëve, atë e përcakton ai. Po se ku do jetë pas 11 majit, atë e përcaktojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët ja kanë pre biletën atij. Ja kanë pre biletën. Të kuptohet. Edi Rama po lufton për mbjetesë pas 11 majit. Shkaku i burgosjes se Erion Velis është qeveritar, mbasi letra e Anesti Angonit është qeveritare, dhe ai nuk u akuzua për gjërat më evidente publikisht, siç është djegësi i Tiranës dhe 5D-ja, sepse aty shkonte tek djegësi, shkonte direkt tek Rama, hoteli thuhet se është shareholder edhe Olsi Rama. Këto janë thënë që në fillim. Ndaj dhe ai dështojnë të siguroj votat e PD-s dhe të billë Sali Berishën për të shkrisë skapin e partisë, dështojnë. Bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në Rogoz, por si që kam deklaruar dhe si që jam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te, masi asnjë hap nuk do mund të bëhet pa Komisionin e Venecias, i cili do jetë jo vetëm arbitri, po do jetë institucioni që do trajtoj problemet e reformës drejtësi. Kjo është, këtu e ka gjithë halli, ai ka hallin e madh shumë, sepse ai mendonte se Sali Berisha, me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, urdhroni. Me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, tani në akt hakmarrje do të pranoj të votoj për shkrirjen e skapit. Po kjo nuk mund ndodhte. I kalkuloi gabim. I llogariti gabim hesabet dhe mbeti duar bosh. Zoti Berisha, cilat janë përpjekjet që nuk janë parë nga publiku të zotit Rama për shkrirjen e SPAK-ut që ju thatë që ka patur përpjekje në Rogoz? Nga burimet diplomatike dhe burimet tjera është ngritur kjo çështje të përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n, dhe kjo nuk mund ndodhte. Se unë nuk e kam veprimin, e kam shpjeguar pse e kam me një, nuk kam që të lë vendin pa institucion akuze kur për një reformim dhe institucion akuze për një vend të lirë, siç duhet ketë një vend i lirë. Po e ke parasysh një gjë që ai tha, lexohet duhet ashtu. Ai tha, po më lutet, unë po i lutesh atij, po ti lutesh unë i bënim ato. Unë se kam thënë ndonjëherë, asnjëherë atë jam thënë. Ai është lutur, po dështoj tani. Zoti Rama gjatë
Kësaj fundjavë ka patur takime se takon listës e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj. Po ju, zoti Berisha, keni patur takime me drejtuesit politik gjatë këtyre ditëve dhe kur do e mblidhni kryesinë e PDSH-s për të miratuar listën përfundimtare për zgjedhjet parlamentare? Të falenderoj për pyetjen. Kësaj radhe fjalën për kandidaturat e kanë patur, siç e keni pa vetë, antarësia e Partisë Demokratike në primare të organizuara në përgjegjësinë direkte të udhëheqësit të qarkut. Kjo është e vërteta. Asnjë kryetar qarku nuk ka patur asnjë ndërhyrje nga Sali Berisha apo kush tjetër, por ka qenë ai udhëheqës fuqiplot i procesit të primarëve mbi bazën e kriterëve të caktuara. Kështu që listat pak a shumë i kanë bërë antarët, pra propozimet, natyrisht e kam theksuar, do ketë këto modifikime, gratë është përcaktim statutor, të rit është përcaktim statutor, dhe e them këtu, përfaqësime me që jemi në rajonal, të ndonjëherë të komuniteteve që për një arsye apo një tjetër nuk kanë pozicion e dur, por që meritojnë përfaqësimin. Ata nuk mund mbeten pa përfaqësim. Komunitetet të mëdha. Sepse i krijon qarku këto anëtor. Kjo pra do jenë korrigjime fare të lehta. Do ketë korrigjime, sigurisht. Kjo nuk mund diskutohet, se për këto arsye që thash, por nga ana tjetër listat e Partisë Demokratike i ka bërë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japë mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësia. Duke referuar deklaratave tuaja gjatë javëve të fundit, ju keni thënë se ky është viti i diasporës. Diaspora do ketë emra të sigurt në listë, pra do ketë përfaqësinë e saj në listat e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare? Diaspora do ketë emra në listë, nëse do ketë në listën e sigurt apo jo, këtë unë nuk mund ta them. Sepse nuk është përfunduar lista e sigurt. Nuk është përfunduar. Ka një moment, këta më thonë, që duhet jemi realist. Një forcë majore, tamam, rezo majore, që ndërhyn në listën e sigurt është koalicioni. Koalicioni përfaqëson, e them dhe njerë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Dhe ky pastaj ka një ky jep listës mbyllur një karakter pak më të veçantë. Zoti Berisha, ju sot keni arritur marrëveshjen e koalicionit, pra e keni bërë publike dhe mbajtet një deklaratë pak më herët, ndërsa nga Selia Blu keni deklaruar se aleatët kanë 8 vende të sigurta në listë. Bëhet fjalë për 4 vende Partia e Lirisë, pra 4 vende zoti Meta, 1 vend zoti Mediu, 1 zoti Dule, 1 zoti Idrizi dhe 1 zoti Duka, për ta saktësuar. Një zoti cili i fundit? Zoti Dule, zoti Mediu. Paka shumë kjo është. Paka shumë kjo. 8 vende janë për aleatët? Urdhë? 8 vende janë për aleatët? 8 vende janë për aleatët, po. Edhe në pyetjet fundit. 8 vende, sepse aleatët, do më thënë thash dhe njerë, kanë në rekordin elektoral, kanë minimumi 26% të zgjedhësve në Shqipëri. 26 marës bashku. Edhe në pyetjet fundit.
gjatë fundjavës zoti Rama e ka sulmuar thirrjen tuaj për protestë ditën e shtunë. Është caktuar ora e protestës kundër censurës, siç ju e keni deklaruar? Faleminderit. Protesta po afron. Është një protest që është mirëpritur jashtëmase nga nxënësit dhe studentët dhe të rinjt. Jashtëmase. Ata e konsiderojnë censurën një akt brutal, direkt kundër tyre. Pra, qëndrimi ndaj TikTokut është qëndrim censurë, sepse nuk e mohoj që smartphone-i ka një ndikim tek të rinjt dhe tek fëmijët në kuptimin e konsumit të kohës më shumë se sa ç'duhet. Por nuk është TikToku per se, TikToku si i tillë. Jo, të gjithë ata që kanë fëmijë e dinë se fëmia edhe pa dalë aplikacioni TikTokut preferonte të navigonte, të lundronte në smartphone, në Google dhe në të tjera. Pra, është një akt hakmarrës i Edi Ramës ndaj kritikave që i bëjnë të rinjt, se ke një gjë parasysh. I riu, për definicion, nuk pranon kur arrogancën. Kjo është arsyeja që të rinjt nuk e pëlqejnë Edi Ramën. Nuk e pëlqejnë, nuk e duan. Jo, arrogant po. Dhe pikërisht për këtë arsye ai mbyll TikTokun se ata e kritikojnë, e ironizojnë, e tallin, i bëjnë shpoti në TikTok. Pra, TikToku po është një akt censure i tmerrshëm, nuk pajtohet njëri me këtë. Kështu që do jetë një protestë kundër censurës, natyrisht e lidhur me mbylljen e TikTokut. Së bashku me Partinë Demokratike, janë 26 parti në total në këtë koalicion. Si do të siguroheni ju që të gjitha këto parti të dëgjohen dhe kryesorja të mos krijohet përçarje mes tyre? Ka një histori. Lojaliteti është themeli i aleant i qëndrimeve të mia ndaj aleatëve. Aleatët e dinë që unë jam lojal ndaj tyre dhe unë kam besim të plot në lojalitetin e tyre, mbasi këto u bashkuan me vetdijet plot se e keqja më e madhe e këtij vendi është Edi Rama. U bashkuan pikërisht për të shpëtuar Shqipërinë nga Edi Rama. Edhe njëherë them këtu, janë ftuar në këtë aleancë edhe disa të tjera të sapo krijuara, por ato nuk e konsiderojnë Edi Ramën. Për çudi. Problemin madhor të Shqipërisë dhe nuk gjetën forca të shpallen parti opozitare. Preferuan pozicionin e opozitës së opozitës. Pozicion që është kryekëput, çon ujë në mullirin e qeverisë. Faleminderit. Ju falenderoj. Kryesia. Nesër besoj, nesër ose pas nesër. Kryesia është ajo që vendos. Vendimin e merr kryesia i paraqitet Këshillit Kombëtar si paketë.